Prej disa ditësh, Bregdeti i qytetit të Vlorës po përballet me një situatë problematike sa i përket ndotjes. Mbeturina të ndryshme, kryesisht plastike, mbetje urbane dhe materiale të tjera të ngurta kanë dalë nga deti dhe janë shpërndarë përgjatë vijës bregdetare, duke përkeqësuar ndjeshëm pamjen e një prej zonave më të frekuentuara turistike të qytetit. Zona e Lungomares, shëtitoria bregdetare dhe hapësira përreth saj, të cilat zakonisht janë simboli i turizmit dhe bukurisë së Vlorës, aktualisht paraqiten në një gjendje as pak të hijshme. Pamjet e mbeturinave të shpërndara në rër dhe pranë vijës së ujit kanë shkaktuar reagime të shumta nga qytetarët, por edhe nga vizitorët që zgjedhin këtë qytet për pushime apo shotitje ku frekuentimi është i konsiderueshëm edhe pse jemi në dimër. Kjo situatë vijon prej më shumë se një javë dhe po bë gjithnjë më shqetësuese. Ndotja jo vetëm që dëmton imazhin e qytetit, po përbën edhe rrezik për shëndetin publik dhe për ekosistemin detar. Edhe pse ndërmarrjet e Bashkisë së Vlorës janë angazhuar her pas here në pastrimin e zonës bregdetare, duket se ndërhyrjet e deri tanishme nuk kanë dhënë efekt dhe rezultatet e duhura. Mbeturinat vazhdojnë të rikthehen në breg, të shtyra nga dallgët dhe rrymat detare, çka tregon se problemi kërkon një zgjidhje më të qëndrueshme dhe afatgjatë, ndërsa një pjesë e mirë e mbeturinave ka mbetur aty pa u hequr që nga dita e parë. Duket se pastrimi sporadik nuk mjafton dhe se nevojitet një plan i mirë organizuar që përfshin jo vetëm pastrimin e Bregdetit me më shumë mjete dhe fuqi punëtore. Lungomarja, si një nga zonat më të frekuentuara të qytetit dhe një pikë kyçe për zhvillimin e turizmit, ka nevojë për vëmendje të veçantë. Një ambient i pastër dhe i mirë mbajtur nuk është vetëm çështje estetike, por është edhe një faktor i rëndësishëm ekonomik për Vlorën. Në këtë situatë bëhet thirrje për ndërhyrje të menjëhershme dhe serioze nga institucionet përgjegjëse, me qëllim rikthimin e pastërtisë dhe ruajtjen e imazhit të qytetit në një nga zonat e tij më të frekuentuara në çdo stin të vitit.